që në fakt ishte Afrim Bunjaku, mirë po sa herë që unë afroja nga tina, preshrit e armëve nuk kishin nga. Ka vazhduar edhe sot gjykimi në gjykatën themelore të Prishtinës ndaj tërë akuzuarve për rastin terrorist që kishte ndodhur në Banjë. Para trupi gjykues dëshminë ka dhënë Mirsad Kryezeu, i cili ishte njëri ndër policët pjesëmarrës në këtë sulm. Kryezeu ndër të tjera ka përshkruar momentin e rënies heroike të rështirit Afrim Bunjaku. Kam vërejtur se nga i detonim njëri nga pjesëtarët tonë, që në fakt ishte Afrim Bunjaku, ishte i shtrirë për tokë dhe ishte imbuluar pothuajse në gjak, sepse detonimet që kishin bërë nga grupi tashmë terrorist mund ta quaj, ai ishte plagosur në fyt dhe kishte gjakderdhje të madhe. Unë ju afrova afër, ishte e pamundur që të bëja një ndalje gjakderdhjes apo të jepja një ndihmë, sepse në drejtimin tonë ishin gjujtjet të parreshtë, të kalibrave të ndryshme. Kam tërhekur Afrimin pak nga vija zjarrit, por jo edhe shumë, dhe kam filluar të shti në drejtim të pozicioneve të tyre që ata ishin të vendosur, edhe në mbrëmtinë e fshatit, edhe në pjesën ku ishte manastiri, dhe gjatë gjujtjes time me armë, filluan edhe kolegët tjerë që të shtinin në drejtim të pozicioneve të tyre. Pasi që ishte aty njëri nga policët tonë që e kisha vendosur një veturë dhe kërkova nga ai që ta sjell veturën që ta bëj tërheqjen e rështetit. Në ato momente dhe për një moment unë kam tentuar të futem në njëjtën veturë dhe jam futur. Kam tentuar që veturën ta tërheqi për 3 apo 4 metra afër Afrimit, mirë po gjatë qëndrimit tim në veturë jam goditur me shumë plumba dhe vetura ime ka qenë në atë moment e paralizuar që nuk ka mundur ta lëviz nga vend. Jam dalur nga vetura, jam kthyer prapë tek Afrimi, ku ai më vetëm se ishte duke riftuar për jetën, kam kam larguar, thënë drejtën, ndoshta edhe pak, dhe në ato momente, për shkak të gjujtjes së kolegëve të mi me armë, fillova që tek ai të mundohem të jap një lloj ndihme, mirë po sa herë që unë afroja nga tina, preshrit e armëve nuk kishin nga. Dhe për një moment aty gjindeshin të gjithë në një situatë jo të mirë, sepse ishin të rrethuar nga të gjitha anët dhe gjujtjet ishin të pandërprer. Dhe nga ai moment kam kërkuar nga polici i cili ishte me mua tek kamiona dhe polici tjerë që të mbolonin mu me zjarr, që i paralajmërova që unë do të shkoj, që ta marrë veturën tjetër që ishte diku 20 apo 30 metra larg, që ta sjellja, që ta bëja tërheqjen e Afrimit. Jam goditur nga mbrapa, pothuajse 2 apo 3 apo nuk mund ta ceki sa herë, vetëm se kam parë se xhami i veturës ishte jashtë funksionit, ishte thyer. Mirë po nuk jam dalë. Jam ofruar nga rështerit, jam dalur nga vetura, bërshrit e armëve asnjëherë nuk janë dalur, edhe nga ai pozicion që mund ka përcjellur gjatë vozitjes veturës, por edhe nga pozicione tjera